Me qitë mati tash na krejt nuk jena bash edhe pa krejt për tokja, po kupton, tash po folim për një pjesë për shumicën, po folim për problemin përgjithësi, po folim për fenomenin, nuk po folim tash apo dalim me pi kafe në kafiqat plot, as jam plot. Jo, na po folim, kur flasim për fenomenet të tilla, duhet me fol pak edhe për realitetin. Sepse ne këtë realitet po jetojmë. Edhe po, 300 espresso me i pinë shesh kushtojnë 300 euro. Po. Tash 300 euro nuk i bojmë hesap në probleme që i kemi çdo ditë. Jo, dush me i boj hesap sepse 300 euro edhe 200 euro të mbesin ty. Jo, përderisa edhe nuk është më kafja kur ka qenë. Përderisa thotë që çmimet janë rritje dush me bë vendeve të pjesë. Pa kafe që nuk është gjithkund kafja 1 euro. Jo, po 1 euro 20 dikon 2 gjysë. Në qendër ke 3 euro, Roland. Ku more? Po 2 euro gjysë 3 euro ke qendër, tash s'mund ta merr ato. Po që tu jetoj edhe unë tash jam çdo ditë jam. Po vjen shumë keq, po unë kafe 3 euro nuk i keni bëj. qendër të Prishtinës, mos më thuaj se s'mund jap emrin se jam televizor, ke qendër të Prishtinës i kemi 2 euro gjysë 3 euro kafe to Roland. Unë s'po tham ekspres, po kafe normale, të mira. Që shkojnë delegacione. Jo, delegacionet ju. 3 euro kafe unë s'ka. Po i kënë qendër Prishtinës. Jo 3 euro, ama 1 euro në s'kam dëshuar. Deri 1 euro gjysë ki raste që Kafe është një formë është luks. Luks, po. Po produktet elementare bazike ato mos më ngret. Çmimi i kafes normalisht. Për ka natyra është e vërtetë na si shoqëri jemi që shpenzojmë. Po. Është e vërtet edhe zakonisht jo rastisht në literaturën ekonomike të cekët që në vendet e varfëna jesh kanë prirë për luks, blen vetura shtrejta. Po s'kena pas në dom, kështu që telefonat shtrejta. Po tash jeta është shumë dinamike, është shumë zhvilluar. Edhe teknologjia çfarë shumë ka përparuar, çështë që 33-at janë rrit kërkesat. E tash baza ekonomike, qoftë pagat e ulta, si sektor privat, publik nuk mund që t'i mbulon. Thjesht se tash gjithë kanë shkuar